Edhe unë kam patur rastet shumëta, si shta edhe Livia për shembull me profesorat, me zyshat, të cilat do ta nuk kanë treguar profesional. Nuk kanë treguar profesional, kanë nxjerrë ndonjë fjalë nga goja që nuk është e përshtatshme, është e tepër që ta thonë. Dhe këto realisht të lëndojnë. Pastaj dhe stresi akademik që vjen nga notat. Ka shumë nxënës të cilët duan të mbajnë një nivel të lartë me notat e tyre dhe jo gjithmonë e gjejnë që mësuesi është mbështetës, që bën punën e tij ashtu siç duhet, pa dashur t'i gjykoj, se ashtu janë rrethanat e jetës. Jo, në fakt nuk mendoj që janë rrethanat e jetës, mendoj që profesorët, pa ashtu dhe neve, duhet kemi etik sjellje në fillim, por më shumë kanë për mësuesit, duhet qenë se ata pretendojnë që t'jenë me më shumë eksperiencë se ne, janë gjithë kohës të rahur me ne nxënësit, me ne adoleshentët, dhe duhet t'i tregojnë profesional. Pra, si ne nxënësit i mbyllim hallet tona në momentin që futemi tek dera e shkollës, mendoj që njëjtën gjë duhet bën edhe mësuesit. Ka raste patjetër që unë më kuptoj pa mas, ka raste në momente si për nxënësit ashtu edhe për mësuesit, ka raste që nga kërkesa ditore që ne mund të kemi moment të shpërthimi, ama nuk është okay nëse këto momente bëhen të shpeshta. Si për nxënësit, ashtu edhe për stafin pedagogjik. Nuk është në rregull që ti të shfryhesh tek dikush tjetër. Nëse ti ke probleme, duhet të mësosh që duhet të mësosh menaxhimin dhe përballimin. Tu diu edhe, e vërtet. Edhe unë shkollën për shumë prej nesh e shoh si stresin kryesor dhe faktorin kryesor të stresit. Mirëpo unë në fakt mendoj që edhe Livia nuk e kemi shumë problem pjesën e notave, mendoj se aftësitë tona, qoftë në komunikim ose qoftë në një lëndë të caktuar, nuk mbyllen tek nota. Pra, nota nuk na tregon gjithçka, nuk tregon as pak personalitetin tonë, nuk na tregon ato të mirat që ne mund të kemi, edhe pse nota është negative. Pra, jeta jonë nuk mbyllet tek një provim apo tek një notë negative që ne mund të marrim. Patjetër, në këtë moshë jemi, mendoj që ne duhet të kemi ambicie dhe që të kemi për ato ambicie ne duhet të punojmë, patjetër që po. Me rëndësi është si fillim ne të kemi guximin dhe vullnetin. Pastaj pjesa tjetër e notave apo e shkollës, mendoj që është e diskutueshme dhe nuk kemi pse ta marrim aq me stres, se thash dhe pak më parë që jeta jonë nuk varet thjesht nga provimet e maturës në këtë rast për neve, apo edhe nga ndonjë stres tjetër. Në mbarimin e gjimnazit do zgjedhim atë profilin ton, edhe nëse kemi zgjedhur gabuar, është kjo mundësia që ne kemi kohë ta ndryshojmë prapë. Pra, mbaroj një vit akademik në universitet, nuk na pëlqen, bëjmë zgjedhjet prapë.